Këtë vit në Shkodër, fushata vaksinimit kundër gripit sezonal po shoqërohet me një interes të lartë nga qytetarët. Brenda 6 javëve që nga nisja e procesit, janë aplikuar mbi 8500 doza vaksine, nga kontingjenti prej 14000 dozash të destinuara për Bashkitë Shkodër dhe Vau Idejës. Sipas drejtuesve të sektorit të vaksinimit në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, trendi i vaksinimit deri tani është më i lartë se një vit më parë, çka lidhet me qarkullimin e shtuar të virozave dhe ndikimin e tyre tek grup mosha të rrezikuara. Janë aplikuar rreth 61% të dozave të marra, nga 14000 doza që kemi marrë. Interesi është më i madh, domethënë duke pas situatën që ka 9 vjet me problemet e gripit. Ka pas një situatë shumë komplekse pas gripit. Them që interesi është dhe ka një ritëm të mirë të vaksinimit. Krahas personelit shëndetësor, 90% e të cilit është vaksinuar tashmë, interesimi më i madh për marrjen e vaksinës vjen nga moshat mbi 60 vjeç dhe pacientët kronik, që konsiderohen më të ndjeshëm ndaj pasojave të gripit. Për të sëmurët që nuk mund të paraqiten në qendrat shëndetësore, vaksinimi po kryhet edhe në banesë. Personat e cilët nuk kanë mundësi me shku në qendra shëndetësore, stafi i qendrave shëndetësore krijon mundësi që të aplikohet vaksina në banesë. Vitin e kaluar në Shkodër mbi 10.000 qytetarë u vaksinuan kundër gripit sezonal. Risia e aktiviti është mundësia e rezervimit online përmes portalit e Albania, ku çdo qytetar mund të zgjidhë datën dhe orarin e vaksinimit.